Era e ftohtë e fundit të tetorit frynte fort përgjithë rrugicave të ngushta të periferisë së Amsterdamit, atje ku ndërtesat e vjetra të pasurive sociale rrinin si të heshtura, të lodhura nga brezat e kalimtarëve që kishin hyrë e dalë prej tyre. Elena, 28 vjeçe, mbante foshnjën e saj të saditur në një batanie të vjetër të zgjelbër. Djali ishte vetëm 4 muajsh dhe që nga dita kur kishte lindur, jeta e saj nuk njihte më orare, qetësi apo ndonjë lloj sigurie. Ajo eci me hapa të vegjël përgjatë shkallëve të brendshme të pallatit, duke u lutur që askush të mos I bllokonte ashensorin. Sapo humbi punën në supermarket, sepse mungonte shpesh për shkak të djalit, një arsye që askush nuk e konsideroi të vlefshme. E la një martesë abuzive një vit më parë, pa para, pa familje aty, vetëm me guximin për të mos ia dhënë fëmijës së saj të njëjtin fat që ajo kishte përjetuar. Gjykata I kishte dhënë kujdestarinë e plot, por ish burri I saj nuk I kishte paguar asnjëherë asnjë cent. Në telefonin e saj, bateria ishte 4. Kishte shkruar gjithë paraditën të fondacionit, të bashkia, të shoqatat humanitare. Të gjithë I dërgonin formular, pritje, vonesa verifikime. Djali çante sepse kishte ngrënë shumë pak. Kutia e fundit e qumshtit ishte bosh. Ajo u fut në apartamentin e saj të vogël, ku ajri I ftohtë mbante dhomën pothuajse po ashta ashpër sa jashtë. Nuk kishte ngrohje që prej 3 muajsh sepse nuk paguante dot faturën. Foshnja nisi të dridhej, e ajo e afroi pranë gjoksit me një frikë që I ngjiti shpirtin në fyt. Vetëm edhe pak durojm I përshpëriti. E kërkoi sërish numrin e Mikës, një shoqe që kishte njohur në qendrën e nënave të vetme. Mika si përgjigjej më. Kishte borxhe edhe vet. Hapi aplikacionin ku dikur punonte me deliverime, por nuk kishte asgjë. Thjesht asgjë. Si ti lëvizën drejt PayPal-it, duke u lutur që ndoshta ndonjë nga njerëzit të cilëve u kishte shkruar ditët e fundit I ishte përgjigjur. Nuk kishte asgjë. Në një akt dëshpërimi që nuk e kishte imagjinuar asnjëherë për veten, ajo hapi kontaktet e telefonit, duke parë kush kishte numra publik nga reklamat, nga njoftimet e vjetra. E gjente një numër të njohur, një numër që I dukej si ai një shoqate që ndihmonte nënat e varfra. Nuk e mendoi shumë. Shtypi mesazhin. Përshëndetje, më falni që ju shkruaj kështu, por jam një nënë e divorcuar me një foshnjë 4 muajsh. Kam humbur punën, nuk kam mundësi të blej qumshtin e djalit dhe jam e dëshpëruar. Ju lutem, nëse keni ndonjë fond ose ndihmë emergjente çfarë do qoftë, vetëm pak qumsh për të, ju lutem. Nuk po kërkoj shumë, vetëm diçka për këtë natë. E shtypi send. Nuk e dinte se numri që klikoi nuk ishte numër shoqate, por numri publik I zyrës së Leonard van der Zeist, miliarder, investitor dhe një nga njerëzit më të famshëm në gjithë Holandën për teknologjitë e energjisë së zgjelbër. Numër që shërbente për lidhje shtypi, për intervista, për takime biznesi, kurrë për këtë lloj kërkese. Telefonit I mbaroi bateria menjëherë pasi mesazhi u dërgua. Elena vuri kokën mbi divanin e vjetër të konsumuar, vazhdoi të përkunte foshnjën dhe nuk priste gjë. Asgjë. As nuk e imagjinonte. Ndërkohë, në një zyrë në qendër të Amsterdamit, në një ndërtesë prej xhami që dukej si e shkëputur nga një film futurist, asistenti I Leonardit po kontrollonte mesazhet e ardhura. Ai lexoi mesazhin e Elenës dhe ngriti vetullat. Ç'të bënte me të? Nuk ishte pjesë e asnjë protokolli, por ajo fjalia vetëm pak qumsh për të, diçka në tonin e saj të thjesht ja mbajti mendjen aty. E vendosi përpara Leonardit si mesazh I çuditshëm I ardhur gabimisht. Leonard, I cili zakonisht I fshinte këto gjëra menjëherë, e lexoi. Ndali. E lexoi edhe një herë. Nuk ishte mesazhi tipik I një mashtruesi që kërkonte para. Nuk ishte histori të stisura, nuk ishte kërkesa dramatike, nuk kërkonte mijëra euro. Ishte I shkurtër, I ndrojtur, I ndershëm. Është një grua e varfër, tha. Kjo është realiteti I vendit ton. Në 2025 njerëzit akoma kërkojnë para për qumësht. Asistenti priti të dëgjonte që ai do t'i thoshte ta fshinte, por Leonard tha: Gjej adresën, dhe dërgo dik ta kontrolloj që kjo është e vërtet. Nëse është thonë do të shkoj vet. Asistenti u shtang. Ju vet? Po, ka kohë që nuk e kam parë realitetin jashtë këtyre mureve. Atë natë, një makinë elektrike e zezë, pa logo, pa bujë, ndaloi në rrugicën e vogël ku jetonte Elena. Shoferi zbriti I pari. Pastaj, pasi rrethinat ishin të qeta, Leonard doli me një shall të gjatë gri. Ai nuk donte kamera, nuk donte media, nuk donte buje. Donte të kuptonte nëse mesazhi ishte një brit me vërtet. Në momentin që ai trokiti, Elena sapo kishte arritur ta bënte djalin të flinte. Ajo nuk priste askënd. Kur dëgjoi trokitjen, zemra I u ra fort. Kush ishte në këtë orë? Kur hapi derën, pa një burrë të gjatë, të veshur mirë, që dukej sikur nuk I përkiste as pak asaj ndërtesë. Ajo menjëherë ndieu frikë. Zonjit më falni për vonesën, tha ai ngadalë.
Jam Leonard van der Zeist. Elena nuk thiri, nuk u habit, nuk e njohu. Ajo nuk ndishte lajmet, nuk kishte qasje në atë realitet. Po si mund t'ju ndihmoj, pyeti me ngurim. Ai e shikoi drejtë në sy. Më keni dërguar një mesazh sot, tha. Për qumështën? Ajo u zbe. O, zot më falni, unë mendova se ishte një numër shoqatës së dia kush ishit. Ju lutem më falni. Nuk doja t'ju shqetësoja. Ai ngriti duart me butësi. Nuk është problem. Jam këtu vetëm për t'ju ndihmuar. Elena i mbajti lotët me zor. E la të hynte brenda. Leonard kapi frymën kur pa brendësin, do ma shumë e ftohtë, lodra të vjetra, një shishe ujë të qelur, divan të grisur, frigorifer bosh. Dhe një foshnjë të vogël që flinte e mbështjell me një batanie të hollë, ai pa realitetin që shumica e njerëzve si ai nuk e shihnin kur. Do t'ju ndihmoj, tha, jo me ton bamirësie, por me një premtim të vendosur. Por dua të kuptoj gjithçka. S'dua të ofroj zgjidhje për një natë. Dua t'ju nxjerr prej kësaj. Elena nuk e besoi. Pse? Pyeti ajo. Leonard heshti për disa sekonda. Ndoshta sepse për shumë kohë kam jetuar në një botë ku askush nuk ka nevojë për asgjë. Dhe një mesazh i thjesht nga ju më tregoi se nuk kam parë gjithçka. Ajo uli kokën. Unë s'kam asgjë për t'ju dhënë. Të kërkoj asgjë, tha ai. Përveç së vërtetës. Ai i dha një zarf të vogël. Brenda kishte para mjaft për disa javë. Ajo refuzoi në fillim, por ai këmbënguli. Pastaj, ai kërkoi një gjë të vetme, t'i lejohej ta vizitonte sërish të nesërmen. Dhe të pasnesërmen. Dhe ditën tjetër. Ajo nuk e kuptonte pse. Por pranoi. Ditët që pasuan ndryshuan gjithçka. Leonard filloi të shfaqej çdo mbrëmje, duke sjell ushqime, ngrohës, rroba për djalin. Fliste me të thjesht, pa arrogancë, pa dallim klasash. Elena filloi të qetësohej. Duhet të kalonte shumë kohë që ajo të besonte dik, por Leonard nuk duke i rrezikshëm. Çuditërisht duke i vetmuar. Por ndonjëherë njerëzit që duken më të fuqishmit janë pikërisht ata që kanë boshllëqe të mëdha brenda. Ndërkohë, mediat zbuluan se Leonard po shkonte fshehurazi në një apartament të periferisë. Dikush e kishte parë. Filluan të qarkullonin pyetje, dyshime, fashetheme. Elena nuk e dinte ende. Se çfarë do të ndodhte më pas do të ndryshonte jetën e të dyve. Natën që Leonard u largua, pasqyra e vogël në mur i reflektonte fytyrën e Elenës, ndërsa ajo përkulej mbi djep. Në sytë e saj kishte ende një hije mosbesimi, por edhe një rrezë shprese që nuk e kishte ndier prej vitesh. Ndjenja e çuditshme e sigurisë nga një panjohur i pasur ishte diçka që e shqetësonte. Nuk e kuptonte pse ai po bëhej kaq i përfshirë në jetën e saj, por as nuk mund të mohonte se për herë të parë pas shumë kohësh, dikush e kishte dëgjuar pa e gjykuar. Në mëngjes, e zgjoi trokitja e butë në derë. Djali sapo po zgjoheshte, dhe Elena nxitoi drejt derës duke menduar se ndoshta ishte komshia e katit të sipërm që her pas here i sillte rroba të vjetra. Por kur hapi derën, pa një grua rreth të 40-tave e veshur thjesht me një buzëqeshje të ngrohtë. Jam Sofia, tha ajo. Punoj me zotin Van der Zeist. Ai më kërkoi të vija të shikoja nëse ju duhej diçka për mëngjes. Elena u shtang. Ai ta e dërgoi. Po, Leonard nuk kishte ardhur vetë atë mëngjes, por kishte menduar për ta. Sofia hyri brenda dhe u habit sa shpejt u transformua atmosfera nga e ftohta e mbrëmshme. Ngrohësi bënte një zhurmë të lehtë, por mbante gjallë një ndjesë komoditeti të munguar. Leonard do të vi më vonë, tha Sofia ndërsa nxori disa gjëra nga një qese e madhe letre, bukë të freskët, vezë, djathë, fruta, një kuti të madhe me qumsh për foshnjën, madje edhe disa antibiotik që një mjek i kishte rekomanduar pasi kishte dëgjuar për kollën e vogël të djalit. Elena u ndje friksuar nga mirësia e papritur. Nuk e dinte çfarë të thoshte. Kishte frikë se mos ai priste diçka në këmbim. Frikë se mos kjo nuk ishte aq e pafajshme sa dukej. Por çdo gjë që shikonte te Sofia, te sjellja e saj, te mënyra se si e prekte foshnjë me përkujdesje, ishte aq e natyrshme sa nuk dukej as pak e rrezikshme. Ai është gjithmonë kaq i sjellshëm me njerëzit, pyeti Elena me një hezitim të lehtë. Sofia u ndal për një çast, pastaj buzëqeshi me një lloj trishtimi. Leonard është i mirë, por i vetmuar. Më shumë se sa mendon dokush. Pas largimit të Sofias, Elena qëndroi me djalin në krah duke menduar për atë fjali. Vetmja një miliardër me gjithçka, por i vetmuar. Ishte e çuditshme si njerëzit që dukeshin të plot mund të mbartnin boshllëqe më të mëdha se ata që nuk kanë asgjë. Rreth mbrëmjes, dera trokiti sërish. Këtë herë, kur Elena hapi, Leonard qëndronte aty në prag. Kishte një pallto të trashtë errët, flokët pak të lagur nga shiu i hollë që binte dhe një lodhje të lehtë në fytyrë, sikur dita e tij kishte qenë gjatë. Shpresoj të mos ju pengoj, tha ai.
Nuk më pengoni, u përgjigj Elena, megjithse zëri I saj kishte një dridhje të lehtë që nuk e kontrollonte dot. Leonard hyri brenda dhe vështroi me vëmendje për rreth. Dhoma duke më ngrohtë, më e sigurt, dhe ai e ndjeu një lloj kënaqësie të qetë. Sofia ka qenë këtu, pyeti ai. Po, Elena I tregoi gjithçka. Leonard u duke kënaqur që Sofia e kishte rregulluar gjithçka. Ndërsa ai u ul në një karrige të vjetër pranë dritares, Elena e vështroi me kujdes. Kjo ishte hera e parë që ajo e shikonte me vëmendje të vërtetë. Ai nuk ishte asgjë të jashtëzakonshme në pamje, ishte thjesht një burr rreth të 40-tave me një qetësi në sy që nuk dukej e zakonshme. Ishte një qetësi që I vinte nga përvoja, jo nga arroganca. Po mendova gjatë tërë ditën për mesazhin tuaj, tha ai. Dhe për faktin që ju e keni mbajtur gjithë këtë barë vetëm. Elena uli syt. Nuk kisha zgjidhje. Gjithmonë ka zgjidhje, u përgjigj ai. Por jo gjithmonë ka dikë që të shtrije dorën. Kishte diçka në mënyrën se si e tha këtë që e bëri Elenën të marrë frymë më thellë. Ai nuk fliste si një njeri që kërkonte mirënjohje. Fliste si dikush që kishte parë mjaft dhimbje për ta njohur atë menjëherë, edhe kur njerëzit e mbanin të fshehur. Gjatë mbrëmjes, ata folën për gjëra të thjeshta, për punën që ajo kishte bërë në supermarket, për ushimin e preferuar të foshnjës, për vështirësitë e jetës së përditshme, për qytetin që nuk flinte kurrë. Elena e gjeti veten duke folur më shumë se ç'kishte folur me dikë prej muajsh. Ishte çuditshëm lehtë të fliste me të. Në një moment, foshnja filloi të çante dhe Leonard u ngrit menjëherë. Mund ta mbaj, pyeti ai. Elena hezitoi për një sekond, pastaj ja dha. Ishte hera e parë që një burrë mbante djalin e saj që nga koha e ish burrit, dhe diferenca ishte e pakrahasueshme. Leonard e mori me kujdes, sikur kishte frikë mos e lëndonte. Foshnja u qetësua pothuajse menjëherë në krahët e tij. Ti je I mirë me të, tha Elena e habitur. Kam mbajtur shumë fëmijë të mishve, tha Leonard but. Dhe do të kisha dashur të kishe një fëmijë timin. Pati një heshtje. Elena nuk dinte çfarë të thoshte. Nuk e kishte imagjinuar se një burrë me kaq pasuri mund të kishte një boshllëk kaq të thjeshtë, kaq njerëzor. Pse nuk ke? Pyeti ajo thjesht. Leonard buzëqesh I hidhur. Nuk kam gjetur njeriu e duhur. Ose ndoshta njerëzit që më rrethojnë nuk I afrohen askujt me sinqeritet. Para e prish gjërat. Fjalët e tij ranë rënd në ajër. Elena e kuptoi në atë moment se ai nuk ishte thjesht një njeri I pasur. Ishte një njeri që kishte parë njerëzit ta donin për gjëra që nuk kishin të bënin fare me të. Unë nuk kam asgjë, I tha ajo me një të qeshur të trishtuar. Mbase ndaj ju duke me sinqert. Nuk dua që të kesh asgjë, tha ai. Dua që të kesh atë që meriton. Elena e ndjeu që toka I lëvizi paksa nën këmbë. Ishte një fjali shumë e fortë, shumë e rrezikshme, shumë e bukur. Ai qëndroi deri vonë atë natë. Kur u largua, Elena e kuptoi se jeta e saj nuk ishte më në orbitën e një varfërie të pashpresë. Tani kishte hyrë në orbitën e një burri që kishte fuqinë ta ndryshonte rrënjësisht rrugën e saj. Por kjo mund të sillte edhe rreziqe, edhe thyerje, edhe gjëra që ajo nuk ishte gati t'i përballonte. Ajo nuk e dinte ende. Por pas 2 ditësh, do të shpërthente skandali I parë në media. 2 ditë më vonë, Elena ishte duke palosur rrobat e djalit kur dëgjoi goditjen e fortë të telefonit të saj mbi tavolinën e kuzhinës së vogël. Ishte një zhurmë që vinte vetëm kur I shkruante ndonjë njeri nga WhatsApp apo numra të panjohur. Ajo e mori me një farë shqetësimi, duke qenë se askush nuk e kërkonte më përveç ndonjë klienti rastësor që e punsonte për pastrim shtëpie. Por sapo pa ekranin u step. Ishte Sofia. Elena, ndodhemi në një situatë të pakëndshme, shkruante ajo. Ju lutem, a mund të flasim në video për pak minuta? Gjaku I Elenës I ngriti në fytyrë. Gjithmonë kur dikush përdorte fjalët situatë e pakëndshme, diçka e rëndë fshihej poshtë. Ajo vendosi menjëherë djalin në djep dhe hapi videothirrjen. Sofia u shfaq me një sfond të bardhë zyrtar me logon e fondacionit filantropik të Leonardit, duke më tensionuar se zakonisht. Elena, dua të përgatis, tha ajo pa u shtirur. Disa media kanë marrë vesh se Leonard ka ardhur tek ti. Duket se dikush nga lagja ka bërë një foto atë natë kur ai hyri në ndërtesë. Portalet të caktuara e kanë publikuar me tituj sensacionale. Elena u zbardh në fytyrë. Ç'foto? Pse? Unë s'kam bërë asgjë të keqe. E di, tha Sofia dukshëm e shqetësuar. Por mediat nuk funksionojnë me të vërtetën, funksionojnë me historinë që shitet më mirë. Ajo nxori një foto në ekran. Ishte Leonard duke ecur drejt hyrjes, me pallton e tij të errët. Fotografia kishte një titull të turpshëm poshtë. Miliarderi I njohur I Amsterdamit viziton fshehurazi një apartament të varfër, kush është gruaja misterioze? Disa faqe të tjera kishin variante dhe veta. Marrëdhënie sekrete.
Leonard van der Zys shihet natën vonë në lagjën problematike të Amsterdamit. Zbulohen imazhet e para të romancës së re të miliarderit. Elena e ka të gojë me duar, ndërsa lotët i hipnin në sy. Kjo është e tmerrshme. Pse? Unë jam askush. Si jam njëri publik, nuk dua të përfshihem. Ne po punojmë të ndalojmë, tha Sofia, por lajmi ka filluar të qarkullojë. Leonard është i zemëruar. Ai do të vijë tek ti sot. Elena e ndjeu stomakun i ngrihej lart, duke ju shtrënguar deri në dhimbje. Ajo ul në divanin e vjetër, duart i dridheshin. Sa më shumë mendonte, aq më shumë i dukej sikur bota i ngushtohej rreth qafës. Nuk kishte kërkuar vëmendje, nuk kishte kërkuar asgjë përveç pak ndihme. Dhe tani e gjithë kjo po kthehej në diçka tjetër. Kur Leonard mbërriti atë mbrëmje, ai nuk trokiti. Thjesht preku lehtë derën me dorë dhe Elena, që e kishte pritur me ankth, e hapi menjëherë. Ai hyri brenda me hapa të shpejtë, dhe që në pamje duke se ditën e kishte kaluar në debate, telefona dhe tension pafund. Elena, tha ai, më vjen jashtëzakonisht keq për këtë. Ajo tundi kokën me zërin që i dridhej. Pse po ndodh kjo? Pse dikush do të bëjë diçka të tillë? Sepse unë jam dhunë, tha ai. Dhe sepse njerëzit që më shohin me dik, sidomos me dik që s'është nga bota ime, mendojnë menjëherë më të keqen. E bëjnë për klikime, për trafik. Nuk u intereson jeta jote. Elena shikoi djepin ku fosh një flinte qetë, pastaj Leonardën, dhe e kuptoi se sa e rrezikshme mund të bëjë jeta e saj nëse vazhdonte të lidhej me të. Sa e brisht ishte gjithçka. Unë nuk dua të përfshihem në këtë botë, tha ajo me zë të ulët, por shumë të sinqert. Unë kam fëmijë. Nuk dua të jem nëpër portale. Leonardo u afrua, duke folur me një qetësi të thellë, por të ngarkuar me emocione. Dëgjoj, Elena, dhon kur nuk do ta lija të ndodhte diçka e keqe me ju. E keni vënë re, apo jo? Unë jam këtu. Nuk ju lash vetëm. A e kupton sa e rrezikshme është kjo për mua, ja ktheu ajo. Do të më trajtojnë sikur jam një grua që po ndjek pasurinë tuaj. Do të shqyrtojnë çdo gjë për mua. Ish burrin tim, varfërin time. Do të bëhem një objekt talljeje. Dhe djali im do të rritet duke parë artikujt të poshtër për nënën e tij. Leonardo uli shikimin për një moment. Kjo ishte pikërisht ajo pjesë që ai nuk e kishte menduar sa duhet. Ai kishte me vete pushtetin, parat, avokatët, ndikimin, por Elena ajo s'kishte asgjë për të mbrojtur. Elena, tha ai, duke e parë drejtë në sy. Unë dua t'ju ndihmoj. Në çdo mënyrë. Por kjo nuk është vetëm ndihmë. Unë dua të jeni mirë. Dua që djali juaj të jetë mirë. Ndoshta më shumë se sa duhet. Ajo ngriti kokën ngadalë, pasi e kuptoi ngarkesën e asaj fjale. Më shumë se sa duhet. Leonard ndërhyri menjëherë, sikur kishte frikë se ja kishte thënë shumë shpejt. Dua të them, ndjej përgjegjësi për ju. Nuk dua të largoheni prej meje nga frika. Dua të rri pranë. Të siguroj që jeta juaj të mos shkatërrohet nga kjo. Elena nuk dinte çfarë të thoshte. Ishte e vetmuar prej vitesh, e tratuar nga burri, e harruar nga familja, e poshtëruar nga shoqëria. Dhe tani, dikush i ofronte jo vetëm ndihmë, por praninë e tij të përhershme. A ke frikë nga ajo që mund të mendojnë njerëzit? E pyetja i butë. Kam frikë nga gjithçka, pranoi ajo. Por më shumë kam frikë të besoj ty. Leonardo afrua dhe ul në dy sheme përballë saj. Ishin në të njëjtin nivel, në të njëjtën vijë, në të njëjtën realitet. Nuk po kërkoj që të më besosh, tha ai. Thjesht mos mbyll derën. Ajo mori frym thellë, me gjoksin që i ngrihej dhe i ulej sikur po luftonte me veten. Dhe pas një pauze që dukej si 10 minuta, e thot shumë ngadalë. Nuk e mbyll dot derën. Fjalitë e tyre u përplasën në ajër me një tension të pazakontë, të butë, por të fortë. Ishte fillimi i diçkaje që asnjëri prej tyre nuk mund ta kontrollonte më. Por vetëm një ditë më vonë, gazetarët do të shfaqeshin në hyrjen e ndërtesës së saj. Dhe atëherë gjithçka do të ndryshonte sërish, ndërkohë që java po afronte fundin, Elena po përpiqej të mbante ritmin e ri të jetës. Rrugëtimi midis shtëpisë, qendrës së ndihmave të qytetit dhe vizitave tek pediatri po i merrte shumë kohë, por ajo nuk ndjej më e vetme. Sa herë djali çante natën, ajo kujtonte fjalët e Leonardit, jo premtimet e tij, por mënyrën si i kishte thënë, nëse një ditë nuk do të kesh askënd më shkruaj. Ishte fjala askënd ajo që e godiste. Ajo kishte jetuar një kohë të gjatë në atë gjendje, pa miq, pa familje pranë, pa askënd që të shfaqej në derën e saj. Ndaj, thjesht ta di se ekzistonte dikush që e merrte parasysh ishte e mjaftueshme për t'i lehtësuar shpirtin. Por ajo nuk kishte ndërmend të mbështetej tek ai. Jo tani. Jo derisa të qëndronte në këmbët e saj. Një të martë në mëngjes, ndërsa po përgatiste qumshtin e foshnjës, dikush trokiti në derë. Ajo nuk priste njeri. Zemra i rahu fort.
Kur e hapi, pa një grua rreth të 30-ave, të veshur me një pallto të bardhë dhe me flok ngjyrë mjajt të lidhur pas kokës. Elena Markovi? Pyeti ajo me një buzëqeshje profesionale. Po? Unë jam Aida. Punoj për fondacionin Kronberg Humanity. Fjalët I qëndruan pezull në ajër për disa sekonda. Jam dërguar personalisht nga zoti Kronberg. Elena ngriti vetullat dhe për një moment nuk dinte si të reagonte. Ju lutem mos u shqetësoni, vazhdoi Aida me qetësi. Nuk është asgjë e keqe. Madje është diçka e mirë. Shumë e mirë. E ftoi Brenda dhe Aida, sapo pa dhomën e vogël të ftohtë, u duk sikur ndiu një lloj ngrohtësie ndaj saj. Ngjori nga çanta një dosje të hollë gri. Zoti Kronberg kërkoi t'ju përcjell disa gjëra. Ka ndjekur pak situatën tuaj dhe ajo ndaloi, si të siguronte që po I shprehte fjalët siç duhej, tash I shqetësuar që jetoni në kushte të vështira me një foshnjë kaq të vogël. Kam marrë disa ndihma prej tij, tha Elena e hutuar. Por s'kam dashur që ai të ndihet I detyruar. Nuk është çështje detyrimi, por vendim personal, tha Aida. Në çantë kam 2 gjëra për ju. E para është një kontratë pune e përkohshme me një nga projektet e fondacionit. Diçka që mund ta bëni nga shtëpia, me pagesë mujore të qëndrueshme. Diçka e lehtë dhe pa afate stresuese. Punë. Elena pothuajse u çudit. Unë nuk kam as laptop. Do të merrni një laptop të ri. Dhe internet të paguar. Dhe akses në platformën e tyre të trajnimit online. Elena e ndjeu që karrigja poshtë saj lëvizi pak, si të ishte përpjekur të ruante ekuilibrin e brendshëm. Dhe e dyta, pyeti ajo me zë të ulët. Aida hapi dosjen. Brenda ishte një dokument I vogël, I thjesht, por me emrin e Leonardit në krye. Një deklarat. Ai ka mbuluar qiran tuaj për 6 muajt e ardhshëm, tha Aida. Pa asnjë lloj marrëveshje tjetër, pa kusht, pa asnjë pritshmëri nga ana juaj. Nuk kërkon falënderime. Thjesht tha keni mendjen tek fëmia, jo tek stresi. Elena u shtang. Nuk gjeti fjalë. Vetëm uli kokën dhe I mbajti duart mbi fytyrë të dridhura. Aida e vështroi me keqardhje të pastër. Ai nuk e bën këtë shpesh, I tha ngadalë. Njerëzit mendojnë se e bën, por jo. Kjo histori mënyra se si e kontaktuat, mënyra se si flistit në mesazhe, ndoshta e prekën më shumë se zakonisht. Ai nuk e ka zakon të merret personalisht. As ti përgjigjet vet. Në atë moment, foshnja nisi të çante. Aida buzëqeshi, u ngrit dhe I lëvizi pak bebelinon. Nëse dëshironi, mund t'ju ndihmoj të nënshkruani dokumentet, dhe pastaj do t'ju sjellim pajisjet brenda 2 ditësh. Pas më pak se një ore, Aida ishte larguar, duke lënë pas një shtëpi që dukej më e lehtë, më e pranueshme për të ardhmen. Por diçka I qëndronte Elenës në mendje. Leonard nuk I kishte shkruar asgjë që nga ajo ditë. Asgjë. Asnjë mesazh. Asnjë pyetje. Asnjë si jeni. Dhe ndërsa ajo ndjente mirënjohje, një ndjesi e vogël brengose I mbërtheu stomakun. Apo qëndronte larg me qëllim? A kishte frikë se mos ajo e shite si burim ndihme dhe jo si njeri? Apo e shmante për të mos e futur veten në telashe? Në mbrëmje, teksa foshnja flinte dhe ajo shfletonte dokumentet e punës së re, telefoni ra papritur. Zemra I rahu fort, për një sekondë ndjeu shpresë të marrë. Por nuk ishte ai. Ishte ish bashkëshorti. Mesazhi ishte I shkurtër. Dëgjova që ke marrë ndihmë. Kujdes çfarë bën, Elena? Ajo u zbe. Gjaku I mbledh në gryk. Nuk I ktheu përgjigje. Për herë të parë që nga divorci, ajo ndjeu frikë të vërtetë. Jo nga varfëria, jo nga vetmia, por nga ajo që mund të shkaktonte fakti që dikush me pushtet po interesoi për të. Ajo nuk e dinte ende, por bota e Leonardit dhe bota e ish burrit të saj ishin gati të përplaseshin. Dhe ajo do të gjendej mes tyre e pafuqishme, por jo aq e vetme sa dikur, dita tjetër filloi me një ngarkesë të pazakon tensioni. Elena po përgatitej për punën e re nga shtëpia, duke u munduar të mbante foshnjën të qetë dhe laptopin të funksiononte pa probleme. Por sytë e saj pas herë shikonin celularin, duke pritur ndonjë mesazh nga Leonard, nga dikush që mund ta siguronte se nuk po ndodhte ndonjë fatkeqësi. Heshtja ishte e rëndë. Heshtja që në fillim duke e lehtë, tani e rëndonte më shumë se çdo pasiguri. Rreth orës 11, dera e saj trokiti. Zemra I rrahu më fort se kur. Kur e hapi, para saj nuk shndronte Leonard, por një burr I gjatë me një kostum gri dhe syze të errëta. Ishte një lloj asistenti që nuk kishte parë më parë. Pa buj, pa buzëqeshje, vetëm një zë I thellë dhe I qetë. Ave Markovi? Pyeti ai. Ju lutem të vini me mua. Është rreth gjysmore e bisedë. Nuk mund të shpjegohet me mesazh. Elena u tundua, duke menduar për djalin e saj të vogël për qiran, për të gjitha gjërat që nuk mund të lërë. Por ndjenja se nuk kishte zgjidhje tjetër e shtyri të përputhej. Mori foshnjën dhe laptopin e mbylli në çantë.
U largua pa një fjalë. Ishte një nga ato momente ku çdo hap dukej sikur bënte dallimin mes jetës dhe një lufte të madhe për mbijetesë. Bashkë me burrin e kostumit, u drejtuan drejt një makine të zezë. Nuk kishte shenja, nuk kishte reklama. Gjatë rrugës, heshtja ishte e rëndë. Burri nuk foli përveç për pyetjes bazike, ndërsa Elena ndjej sikur çdo gjest i saj, çdo lëvizje, ishte vëzhguar dhe analizuar. Makina ndaloi pranë një ndërtese moderne, me xhama të bardhë dhe një shkallë të madhe përpara. Nuk ishte asnjë njeri në rrugë. Elena ndjeu një lloj frike të papritur. Kur burri e udhëhoqi brenda, gjithçka dukej sterile, e ftohtë, por e organizuar. Një sekret i fshehur i pasurisë, një botë që ajo nuk e kishte parë kurrë dhe nuk kishte menduar se mund ta shihte kaq afër. Brenda disa njerëz po prisnin. Njëri nga ta ishte Leonard. Nuk kishte buzë qeshje, nuk kishte ton të butë. Vetëm një shikim i drejtë, i thellë, që fliste më shumë se sa fjalët. Elena, tha ai, më duhet të flasim. Pse nuk më keni shkruar që nga dje? Pyeti ajo me një zë të dridhur. Kam pasur frikë. Doja të shija se si veproje, tha ai. Si do të reagonit kur gjërat shikonin keq? Nuk është loje. Nuk e kam zakon të veproj kështu me askënd. Elena e ndjeu tensionin. Kjo nuk ishte thjesht ndjemë. Ishte një test. Një provë e fuqisë dhe e qëndrueshmërisë së saj. Gjithçka që kishte ndodhur deri tani, çdo mesazh, çdo vizitë, çdo dhuratë, ishte vetëm hapi i parë. Ajo nuk e kuptonte plotësisht, por ndjenja e brendshme i thoshte se do të vinte më shumë. Çfarë doni nga unë? Pyeti ajo. Leonard heshti. Pa shikim, pa shprehje, pastaj u ngrit dhe hodhi një letër mbi tryez. Ishte një dokument ligjor, i shkruar qartë dhe i prerë. Kjo është një marrëveshje sigurie për ju dhe foshnin tuaj. Çfarëdo situate të paparashikuar, fondacioni im do të sigurojë mbrojtje, ushqim, shëndet dhe mbështetje për ju. Pa kushte të tjera. Por ka një kërkesë të vetme, ju duhet të bashkëpunoni me ne për të siguruar që nuk do të jeni viktime e lajmeve sensacionale, mashtrimeve ose ndonjë sulmi tjetër që mund t'ju ekspozojë. Elena e mori letrën. Ajo kishte një gjendje të pazakontë, lehtësim dhe frikë njëkohësisht. E kuptoi se jeta e saj nuk ishte më ajo e zakonshmja. Ai nuk po ofronte thjesht ndihmë, po ndërtonte një botë tjetër për të. Një botë ku ajo dhe djali i saj do të ishin të mbrojtur. Pse po bëni gjithë këtë? Pyeti ajo me një të ulët që kishte shtrënguar brenda të gjitha emocionet. Sepse, tha ai, duke u ulur përsëri pranë saj, ndonjëherë, njerëzit e saktë shfaqen në vendin e duhur, në kohën e duhur. Ju shfaqet për mua. Elena heshti. Nuk dinte çfarë të thoshte. Ishte e ndjerë, e hutuar, e pasigurt. Dhe ndërsa dilte nga ndërtesa, ndjeu se një epokë e re po fillonte në jetën e saj. Por ajo nuk e dinte ende se sfidat, presionet dhe pasojat e lajmeve sensacionale, marrëdhënia me ish burrin dhe ndjesia e paparashikueshmërisë së botës së Leonardit sapo po fillonin. Dhe secili hap që do të merrte tani do të vendoste fatin e saj dhe të djalit. Disa ditë pas vizitës në zyrat e Leonardit, Elena ndjeu një presion të ri. Fotografitë dhe artikuj që kishin filluar të qarkullojnë në portale, kishin marrë një hovë të paparë. Titujt ishin sensacional. Miliarderi i njohur i Amsterdamit dhe gruaja e varfër, historia që po trondit Europën. Fëmia i saj dhe pasuria e tij, si një mesazh i gabuar ndryshoi gjithçka. Elena u përpoq të mos lexonte asgjë, por njeriu i parë që u shfaq në ekran ishte ish bashkëshorti. Mesazhet e tij ishin të njëjta, kërcënime të holla, insinuata, akuza për manipulim dhe përpjekje për të kontrolluar çdo lëvizje të saj. Ajo ndjeu panik. Nuk kishte përvojë të ballafaqohej me media, nuk kishte përvojë të mbrojë ligjërisht dhe nuk kishte fuqi ekonomike për të marrë masa. Por ndërkohë që dridhjet e frikës po e mbulonin, një ide e çuditshme i shfaqet, Leonard. Ai e kishte paralajmëruar, çdo hap do të ishte i monitoruar, çdo lëvizje e saj e mbështetur. Telefonati erdhi në mesditë. Leonard. Zëri i tij ishte i qetë, por i vendosur. Elena, duhet të dilni nga qyteti për disa ditë. Unë kam rregulluar gjithçka. Nuk është opsionale. Elena heshti, duke ndjerë një përzierje frike dhe lehtësimi. Nuk e kuptonte ende madhësinë e situatës, por një pjesë brenda saj e dinte, nuk kishte zgjidhje tjetër. Një makinë e zezë priste në hyrje të ndërtesës. Gjatë rrugës, heshtja ishte e rëndë, por jo e dëmshme. Leonard foli vetëm një herë. Do të jemi larg syrit të publikut. Është një zonë private në Belgjik, me një shtëpi të madhe në periferi. Nuk do të ketë gazetar, nuk do të ketë komshin të pyetësishëm, vetëm ju dhe djali. Kur mbërritën, Elena u habit nga madhësia e shtëpisë dhe nga mënyra perfekte se si ishte organizuar gjithçka. Foshnja e saj kishte një dhomë të ngrohtë dhe të rehatshme, me çdo gjë që mund të imagjinonte një nën. Ajo ndjeu një lot gëzimi dhe frikë të përzierë.
por gjërat nuk ishin aq të qeta sa dukeshin. Në mëngjesin e tretë, ndërsa ajo po ushqente djalin, një zë i fortë nga dera e madhe i ndërpreu mendimet. Elena Markovi. Ish bashkëshorti i saj qëndronte aty, i gjakosur me fytyrë të errët. Nuk mund ta lija kaq thjesht. Nuk do ta lej këtë të ndodhë. Elena u ngrit menjëherë, duke mbajtur djalin ngushtë në kraharor. Leonard doli menjëherë nga dhoma tjetër, duke u vendosur mes tyre, i qetë por me një forcë të dukshme. Mjaft, tha ai me zë të prerë. Nuk do të afroheni më pranë saj. Por ish bashkëshorti nuk u ndal. Tani po qëndronte në mes të korridorit dhe po bërtiste. Tensioni u rrit. Elena ndjeu panik. Djali i vogël u zgjua dhe filloi të qante. Leonard i shtrëngoi krahët. Do ta marrin këtë jashtë, tha qetësisht. Asnjë dhunë, vetëm rregull dhe qetësi. Në ato momente, Elena e kuptoi që nuk ishte më vetëm. Nuk kishte më frikë vetëm për veten e saj. Kishte dikë që mund të mbante gjithçka nën kontroll dhe që nuk do ta lejonte asnjë të keqpërdorte situatën. Por ajo gjithashtu e kuptoi se lidhja e saj me Leonardin kishte kaluar një pikë kthimi, kjo nuk ishte thjesht ndjem, ishte përfshirje totale në një botë që ajo nuk e kishte menduar kurrë. Ish bashkëshorti u largua, pas ndërhyrjes së Leonardit dhe të dy punonjësve të tij. Elena ul përsëri në divan, djali në krahët e saj, dhe për herë të parë në javë të tëra ndjeu një paqe të brendshme, e ndikuar jo nga parat, por nga mbrojtja dhe vëmendja e dikujt që nuk e gjykonte. Por ajo nuk e dinte ende që pas 2 ditësh do të fillonte presioni real. Gazetar nga të gjithë kontinenti do të provonin të thyenin çdo rregull privatësie që Leonard kishte vendosur. Secili hap i saj do të ishte i dokumentuar. Secili lëvizje e vogël do të bëjë një histori për klikime. Dhe ajo do të ishte në mes të një betejë që nuk e kishte kërkuar, por që tani ishte pjesë e pandashme e jetës së saj. Pas 2 ditësh, Elena dhe djali ishin zgjuar nga zhurma e kamerave jashtë. Ishin më shumë se 2 makina, dronë që fluturonin mbi shtëpinë private dhe gazetarë që përpiqeshin të filmonin çdo detaj nga rruga. Ishte një kaos total, dhe ajo ndjeu një frikë të papërshkrueshme. Foshnja filloi të qante, duke ndjerë tensionin në shtëpi, dhe Elena e mori ngushtë, duke u përpjekur ta qetësonte. Leonard erdhi menjëherë në dhomë. I qetë, i vendosur, por me një forcë të dukshme në zë. Elena, kjo nuk është vetëm situatë e zakonshme. Ata duan një histori të madhe. Nuk ka më kthim. Duhet të qëndrojmë të bashkuar. Ajo shikoi atë dhe ndjeu një siguri të çuditshme. Leonard nuk ishte thjesht një person që e ndihmonte, ai ishte mbrojtësi i saj. Por tani, ajo e kuptoi se gjithçka ishte më e komplikuar. Mediat nuk po kërkonin vetëm fotografi. Ata donin skandal, donin histori të ndyra, donin të shkatëronin privatësinë e saj dhe të kontrollonin rrëfimin. Ai nxori telefonin dhe filloi të komunikonte me ekipin e tij të sigurisë dhe avokatët. Brenda pak minutash, dronët u larguan, gazetarët u ndaluan dhe rreth shtëpisë u vendosën barriera të padukshme. Ishte një përzierje e fuqisë, ligjit dhe strategjisë mediatike. Elena e ndiej sikur sapo kishte hyrë në një botë ku gjithçka mund të kontrollohej, por çdo hap mund të sillte pasojë të paparashikueshme. Ti nuk ke nevojë të friksohesh më, i tha Leonard duke i marrë duart. Por duhet të kuptosh, Elena, që kjo nuk është fundi. Është vetëm fillimi. Disa minuta më vonë, avokati i Leonardit erdhi dhe i tregoi Elenës për një opsion, mund të jepte një intervistë të kontrolluar për të ndaluar spekulimet dhe për të treguar historinë e saj nga perspektiva e vërtetë. Ishte një rrezik i madh, sepse çdo fjalë mund të interpretohej ndryshe, por ishte një mundësi për të ruajtur integritetin dhe privatësinë e saj. Elena e mendoi gjatë. Secila frymë i vinte e rënd. Por ndërsa shikonte foshnjën që flinte në krahët e saj, e kuptoi se nuk kishte zgjidhje tjetër. Duhej të fliste, por në mënyrën e saj. Një histori e kontrolluar mund të shpëtonte të ardhmen e saj dhe të djalit. Kur intervista filloi, kamera e ndriçoi fytyrën e saj të lodhur, por të vendosur. Ajo foli me sinqeritet, duke treguar çdo detaj të jetës së saj, divorcin, vështirësitë ekonomike, mesazhin e gabuar dhe ndihmën që mori nga Leonard. Fjalët e saj ishin të thjeshta, por të fuqishme. Ajo nuk kërkonte falënderime, nuk kërkonte mirënjohje, thjesht tregonte të vërtetën. Pas disa orësh, reagimi ishte i papritur. Publiku nuk reagoi me tallje, por me empati. Historitë e saj u përhapën si valë mbështetjeje. Mesazhe nga të panjohur, ndihma materiale dhe fjalë ngushëlluese mbushën kutinë e saj postare dhe imboxhin e telefonit. Ishte një mbështetje që Elena nuk e kishte përjetuar ndonjëherë, por ndërkohë që ajo ndjente lehtësim, një ndjesi tjetër filloi të zhvillohej. Leonard nuk ishte vetëm mbrojtësi i saj. Ai ishte pjesë e jetës së saj në një mënyrë që ajo nuk e kishte imagjinuar. Kur ajo ul pranë saj pas intervistës, duart e tyre u prekën dhe për një çast gjithçka u ndal, frika, tensioni, presioni i mediave. Kishte vetëm 2 njerëz dhe një vendim të madh që po linte në zemrat e tyre.
Elena, thaj, duke e parë drejt në sy, kjo është më shumë se thjesht ndihmë. Nuk mund ta mohoj më. Ti je pjesë e jetës time. Dhe unë nuk e kam zakon të tërhiqem nga ata që më bëjnë të ndjej gjëra të forta. Ajo e kuptoi që nuk ishte më një grua që jetonte në errësirë, e vetme dhe e pafuqishme. Ishte pjesë e një bote ku fuqia, dashuria dhe mbrojtja mund të bashkoheshin. Por gjithashtu e kuptoi që çdo hap tani kishte pasojë të drejtpërdrejt, çdo vendim, çdo ndjesi, çdo fjalë. Fosh një buzëqeshi ndërsa e shikonte. Elena kuptoi atë çast. Ndoshta historia e saj, filluar nga një mesazh i gabuar, po transformohej në diçka që as nuk e kishte imagjinuar. Një jetë e re, një botë e re, një mundësi e re, por gjithashtu një betejë e re që sapo po fillonte. Pasi intervista e kontrolluar përfundoi, Elena mendonte se sfida më e madhe ishte kapërcyer. Publiku kishte reaguar pozitivisht, por ajo nuk e dinte se kjo ishte vetëm fillimi i një serie të paparashikueshme ngjarjesh. Brenda pak ditësh, ish-bashkëshorti i saj rifilloi përpjekje për ta destabilizuar. Mesazhet e tij u bën më kërcënuese dhe më manipuluese, duke u munduar të ndikonte tek vendimet e saj të përditshme dhe madje duke përfshirë një avokat që pretendonte të rivendoste kujdesin mbi foshnjën. Elena ndjeje kapur midis frikës dhe zemrës së saj, e paaftë të vepronte vetë, por Leonard nuk e la të vetëm. Ai mori situatën në dorë, duke kontaktuar avokat, duke rregulluar dokumente ligjore që mbrojtën të drejtat e Elenës dhe të djalit. Ishte një ndërhyrje fuqishme, por Elena e ndjente si diçka më shumë se mbrojtje, ishte pranë saj në çdo hap, duke e siguruar se çdo gjë që ndodhte nuk do të dilte jashtë kontrollit. Por ajo gjithashtu filloi të ndjejë një presion të ri brenda saj. Lidhja me Leonardin nuk ishte më vetëm për ndihmë, ishte për jetën e saj, për të ardhmen dhe për të gjetur një vend të sigurt ku të dy mund të ishin të qetë. Një mbrëmje, kur Elena po përpiqej të përgatiste gjërat për djalin, telefoni i saj u ndiz. Ishte një mesazh nga një gazetë e njohur ndërkombëtare, duke kërkuar një intervistë të re. Titulli që ata dëshironin të shfaqnin ishte: Miliarderi i njohur dhe gruaja e varfër, romanca e shekullit apo një mashtrim mediatik. Elena ndjeu një ngërç në stomak. Ai mesazh nuk ishte vetëm ftesë për të folur, por një sfidë që mund të shkatërronte çdo gjë që kishte ndërtuar. Pa Leonardin aty, ajo nuk do të kishte guxim. Por Leonard u shfaq i qetë, me një shikim që i tregonte: nuk do të jesh vetëm. Nuk mund të shmangim gjithçka, tha ai, por mund ta kontrollojmë historinë. Ti vendos, dhe unë do të jem aty çdo hap të rrugës. Elena vendosi të fliste, por me kushtin që çdo gjë të dokumentohej sakt, pa manipulime. Në momentin që intervista filloi, ajo foli me sinqeritet të thellë, tregoi historinë e mesazhit të gabuar, përpjekjet e saj për të mbijetuar ndihmën e Leonardit dhe sfidat e vazhdueshme nga ish-bashkëshorti. Fjalët e saj ishin të qeta, por të fuqishme, dhe publiku filloi të kuptojë diçka më shumë. Kjo nuk ishte histori sensacionale, ishte një histori e jetës reale, e luftës, e durimit dhe e kurajës. Pas disa ditësh, lajmi shpërtheu globalisht, por reagimi ishte mbresëlënës. Njerëzit e mbështetën, ofruan ndihmë, dhe për herë të parë, Elena ndjeu një siguri që nuk e kishte pasur kurrë. Por sfida nuk ishte mbaruar. Ish-bashkëshorti nuk dorëzohej, duke përdorur lidhjet e tij për të provokuar situata të paparashikuara. Një mbrëmje, ndërsa Elena po dilte në verandë për pak ajër, një makinë e panjohur u ndal përpara portës së shtëpisë. Një person i veshur me të zezë u afrua dhe la një letër, një kërcënim i qartë. Leonard e pa menjëherë dhe reagoi me vendosmëri. Ai organizoi një plan sigurie total, duke përfshirë transferimin e përkohshëm të Elenës dhe të djalit në një vend tjetër në Europë, ku askush nuk do të mund të identifikojë. Elena ndjehej tensionuar, por për herë të parë ndjeu se kishte dikë që nuk do ta linte të dilte jashtë kontrollit. Nuk është e lehtë, i tha Leonard, por kjo është vetmja mënyrë për të mbrojtur ty dhe djalin. Çdo gjë tjetër mund të na çonte në një situatë të pakthyeshme. Kur arritën në destinacionin e ri, një vile e madhe në periferi, e gjitha e mbrojtur dhe e sigurt, Elena ndjeu një lehtësim të thellë. Djali po luante në kopsht dhe për herë të parë në javë të tëra, ajo ndjeu një çlirim të brendshëm. Por gjithashtu kuptoi diçka tjetër, lidhja e saj me Leonardin ishte bërë e pakthyeshme. Ai nuk ishte thjesht një ndihmues, ai ishte pjesë e jetës së saj, pjesë e sigurisë së saj dhe pjesë e së ardhmes që sapo po fillonte. Dhe ndërsa dielli perëndonte mbi vilën e re, Elena kuptoi se çdo sfidë, çdo kërcënim, çdo pasiguri kishte një kuptim më të madh. Ajo kishte gjetur forcën dhe mbrojtjen që nuk e kishte pasur kurrë më parë. Historia e mesazhit të gabuar kishte nisur një rrugtim të papritur të frikshëm, por gjithashtu të bukur, drejt një jete të re. Ditët kaluan ngadalë në vilën e re. Elena mësoi të organizonte jetën e saj dhe të djalit në një ambient të sigurt, larg kamerave dhe zhurmave të qytetit. Foshnja po rritej, dhe për herë të parë, Elena ndjehej qetë, e mbrojtur dhe e fuqishme.
Leonard ishte gjithmonë pranë saj, duke e mbajtur nën kontroll çdo situatë që mund të kërcënonte privatësinë e tyre. Ishte një përzierje e fuqisë dhe afërsisë që i jepte Elenës sigurinë të ndiej nën e lirë dhe një grua e respektuar. Por sfidat nuk kishin mbaruar. Ish bashkëshorti i saj nuk kishte dorëzuar. Ai kishte përdorur lidhjet e tij dhe kontaktet me disa gazetarë për të shpërndarë informacione të rreme dhe për të krijuar një atmosferë paniku. Një mbrëmje, ndërsa Elena po ushqente djalin, një mesazh anonim u shfash në telefon: "Ne e dim çdo lëvizje tuajën. Do të paguani." Ishte kërcënim i qartë, i padukshëm, por shumë i fuqishëm emocionalisht. Leonard reagoi menjëherë. Ai organizoi mbrojtje të plotë, duke kontaktuar agjenci sigurie ndërkombëtare dhe avokat, duke mbyllur çdo mundësi që kërcënimi të bëhej real. Elena e pa me sytë e saj se sa shumë kujdesi dhe fuqia kishte Leonard dhe për herë të parë kuptoi se marrëdhënia e tyre kishte kaluar çdo kufindime, ishte lidhje reale, personale dhe e paprekshme nga çdo kërcënim jashtë. Një ditë, Leonard e mori atë në kopsht dhe e pyeti: "Elena, a je gati të përballosh gjithçka? Çdo histori, çdo shikim, çdo koment?" Ajo shikoi djalin që po qeshte dhe pastaj Leonardin. Ishte një moment reflektimi, ajo kishte kaluar frikë, pasiguri dhe tension, por gjithçka e kishte bërë më të fortë. "Po," tha ajo me një vendosmëri të thellë. "Nuk kam më frikë. Jam gati të tregoj historinë time dhe të mos e laskën të vendos për mua ose për djalin tim." Leonard buzëqeshi. "Atëherë, le të bëjmë diçka të madhe." Në ditën e intervistës përfundimtare, Elena dhe Leonard ishin përballë kamerave, por jo si viktima apo personazhe sensacionale. Ajo foli me sinqeritet, me guxim dhe me një forcë që e mbushte çdo dhomë. Tregoi sfidat e saj, mesazhin e gabuar, ndihmën e Leonardit dhe përpjekje për të mbrojtur të ardhmen e saj dhe të djalit. Fjalët e saj ishin të qeta, por të fuqishme. Publiku dhe media kuptuan se kjo nuk ishte një histori për klikime, ishte histori jete mbijetese dhe guximi. Disa ditë më vonë, reagimi ishte masiv. Elena mori mesazhe mbështetëse nga e gjithë Europa, fëmijë të ndihmuar, gra që falë sa i gjetën kuraj, dhe njerëz që e shikonin si simbol të forcës dhe vendosmërisë. Ish bashkëshorti, i ekspozuar për përpjekjet e tij për manipulim, u tërhoq, pa asnjë mundësi për të ndërhyrë më tej. Leonard dhe Elena u ulën në verandën e vilës. Djali luante në kopsht, dielli po perëndonte dhe një qetësi e rrallë mbulonte gjithçka. Leonard mori dorën e saj. "Elena, nuk e kisha menduar kështu," tha ai. "Një mesazh i gabuar solli gjithë këtë. Por tani, ne kemi gjetur diçka më të madhe, një familje, një mundësi për një jetë normale dhe të sigurt." Ajo buzëqeshi, ndjeu lehtësim dhe gëzim. "Po," tha ajo. "Një jetë e re ka filluar. Fal teje dhe guximit tim." Leonard e përqafoi ngadalë. Ishte një përqafim që tregonte më shumë se sa fjalët, besim, mbështetje dhe dashuri. Dhe ndërsa dielli zhdukej prapa maleve, Elena e kuptoi se çdo sfidë, çdo mesazh, çdo moment i frikës ishte pjesë e rrugëtimit që e kishte sjellë deri këtu. Një rrugëtim drejt fuqisë, lumturisë dhe një fillimi të ri. Historia që nisi me një mesazh të gabuar, varfëri dhe pasiguri, kishte përfunduar me siguri, dashuri dhe një familje që nuk mund të thyej. Elena e dinte tani, nuk ishte më viktim, nuk ishte më e vetme. Ishte e lirë dhe e fortë. Dhe kjo ishte vetëm fillimi i një jete të re, ku ajo dhe djali mund të jetonin me dinjitet, dashuri dhe pa frikë.